Të mbetemi sërish te Edi Rama, i cili në 34 vjetorin e Partisë Socialiste deklaroi që kur të mos shihni Gramozo Ruçi në oborrin e Partisë Socialiste, atëherë nuk do të jem edhe unë. A është ky një lajmërim se do të largohet nga Partia Socialiste dhe nga jeta politike shumë shpejt Edi Rama? Ishte një mesazh shumë i bukur, mua më pëlqeu të jem realist, sepse unë mendoj tek aksidentet, sepse njeriu kur vdes nuk vdes me paralajmërim, po vdes aksidentalisht. Pra do të thotë prezencën e tij në oborrin e Partisë Socialiste. Jo largimin e tij nga Partia Socialiste dhe duke vepruar spaku dhe duke futur në burg. Këtë nuk na e tha. Por na tha aksidentin. Pra, të gjithë njerëzit duhet kuptojnë që aksidenti më i madh është kur vdes. Unë kështu e kuptoj. Pra, kur drita fiket dhe nuk ka më dritë tjetër. Që do të thotë, Zoti Rama thotë, vdiq nesër Gramozi, vdiq edhe Edi Rama nesër, unë kështu e kuptoj. Është gjallë Gramozi dhe te oborri i PS-s, është edhe Rama tek PS-ja. Po mirë atëherë, të bëj një pyetje unë tani ty, po unë prap do përgjigjem. Po e më mend që Rama vendoste gjithmonë Pandeli Majkon çdo herë dhe thoshte kur Pandeliu do vdesë dhe Pandeliu do jetë, do ju thotë juve, tani u mor me Gramozin. Po pse e zhduki Pandeliun? Pra i thoshte diçka Gramozit. Gramoz, çfarë po bën atje në atë qytet? Më aman edhe ti. Prandaj them, derisa Zoti Rama besoka tek aksidentet, tani ne do shikojmë jeton Zoti Gramoz, po, edhe Rama është aty. Larg qoftë, them mirë. Po hajde se njerëz jemi gjithë, vdes Zoti Gramoz, e atëherë do vdesë edhe politikisht Zoti Rama. Unë kështu e kuptova. Po gjithmonë duke uruar shëndet Zotit Gramozit dhe për Ramën e paft Zoti. Ose më i lënë Zotit meritat. Të kalojmë pak te struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, siç është SPAKU, ku ka pasur një përplasje sipas raportimeve në media midis kreut të saj, Altin Dumanit, dhe prokurorit Arben Krajës, të cilin e ka shkarkuar nga detyra që mbante aktualisht dhe në vend të tij ka emëruar një grua. Ju si mendoni, pse ka ndodhur kjo përplasje dhe çfarë fshihet konkretisht pas kësaj përplasje midis Dumanit dhe Krajës? Shiko, unë e shikoj pak më ndryshe këtë, nuk e shikoj ashtu siç e shikojnë tjerët në anën strukturore, organizative të SPAKut, ne po ndryshojmë, po bëjmë diçka. Unë mendoj se synimi i Zotit Dumani është që të thotë Zoti Kraja që shiko, në rast se Rama do të bëjnë një pakt me Tom Doshin, të bëjnë një ndryshim në ligjin e SPAKut dhe me Sali Berishën ndryshime në aspektin kushtetues dhe do të ketë mundësi të rikonfirmohet Dumani kryetari i SPAKut edhe pas dhjetorit të 2024-s. Normalisht Zoti Dumani nuk don të ketë Zotin Kraja kundërshtar në garën brenda subjektit që është SPAK. Pra unë shikoj një lëvizje politike për të marrë mbështetjen e Zotit Rama, Zotit Dumani, përtej mandatit të 3 vjeçar që të kemi një mandat të dytë, po ato me parashikimet edhe ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Pra, duke qenë në këto kushte, unë shikoj një goditje të brendshme. Pra, filloi goditja, Zoti Dumani është më i fortë sepse ka mbështetjen e Zotit Rama. Zoti Kraja është, do të thoja, një natyrë më diplomate, është Zoti Kraja për mendimin tim, pavarësisht mendimit tim për atë, por nga aspekti i tij drejtimit të SPAKut dhe mënyra se si vepron si prokuror, është prokuror shumë diplomat. Pra Zoti Kraja po ju bën ai puç në gjë është gjë tjetër kjo, po Zoti Kraja mund të ikë nga SPAKu me kokë lart në një moment pa u bë puç, e kupton? Puçi nuk kupton gjithçka, por pa u bë puç, sepse ka punuar me shumë diplomaci dhe nuk është bërë vegël. Pra, ka përdorur institucionin ashtu siç duhet përdoret. Po nuk është bërë vegël kur ka qenë në krye të institucionit. Pavarësisht se është bërë pjesërisht vegël në procedimin e Berishës. E ka kuptuar gabimin me vonesë
sepse ka menduar se do të jetë ai një potencial për rizgjedhur kryeprokuror pas mandatit të zotit Dumani. A mund të Dhe kjo intrigë e brendshme, ata kishin menduar që të bënin ndryshime kushtetuese në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Prandaj them unë mos besoni ambasadorët, ambasadorët bën lojra. Rrin 3 vjet këtu, bëjnë hatan dhe pastaj ikin edhe ne pastaj kapim me njëri tjetrin për fyt. Po çfarë intrige po luhet tani brenda SPAK-ut? Intriga është e karrikës, kryetari është më i miri, kryetari është më i forti. Kryetari përcjell kush do merret me cilën dosje do merret dhe kush dosje do të regjistrohet ndaj çdo personit që atribuohet një vepër penale. Kryetari ka një libër sekret që s'njëri se ka thënë. Ka librin e procedimeve dhe kur prokurori shkon aty dhe vendos emrin e personit, e ka prokurori librin. Prokurori e mban librin kështu, o zotëri. Kryeprokurori e ka librin edhe mban kështu. I thot, hajde. Kë do procedosh ti? Jo, nuk është momenti. Do të them unë kur është momenti. Ik tani. Kush është libri? Libri është procedimi regjistrohet me njëherë. Kush e ka? Kryeprokurori. I thot kryeprokurori prokurorit. O prokuror, çka ke bërë me këtë procedimi kundër këtij? Po na jemi me hetimet dhe kështu e këto mirë. Po emrin e personit? Po kë ke emër ti? Po ju nuk na vlen. Ik. Hajde herë tjetër, hajde pas 3 muajsh. Zgjat hetimet. Vjen tjetri, kë ke Sali Berishën? Është Altini tani në këtë moment. Po. Masi dhe emrin mbi emrin të donat po më. Ma siguri e mbaroi puna. Pra, kryeprokurori marr librin e procedimeve dhe të personit që atribuohet vepra penale. Prandaj kur ka qenë Rama atëherë në Asamblenë e Partisë Socialiste dhe kërkoi arrestimin e Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe të gjithë këta, kraja ishte i zgjut, nuk bëri gabimet. Erdhi Dumani dhe tha, mora unë librin tani dhe tani unë do t'i fus gjithë në burg sepse do Rama. E bëri është fakt konkret. Pra, SPAK-u u përdor politikisht nga zoti Rama. Pra do të thotë që të jemi realist në qytetarët shqiptar, që të gjithë duan të bëjnë kryeprokuror sepse kanë librin magjik. Ai është libri që mba kryeprokurori. A ka i përplasje për dosjet e nxehta që luhen në SPAK, duke qenë se në media ka qarkulluar së fundmi se SPAK ka në shënjestër një nga ministrat e Edi Ramës që mund ta godas së shpejti? Edhe të goditet ministri Ramës nuk ka pikë vlere, sepse po godit çfarë është një mesazh i brendshëm në Partinë Socialiste që pavarësisht se ne morëm 83 mandate, unë jam i sigurt, ju të tjerë jeni të rrezikuar. Pra unë ju përdor si prezervativ, unë ju përdor juve dhe ju s'keni çfarë të bëni sepse ju jeni të përdorshëm nga mua. Pra do të thotë që arrestimet janë kod, pra do të jetë Balluku, Taulant Balla, do jetë Mazniku, do jetë qa ministri ka aty, sepse harrojmë edhe emrin Malaj, çka janë këto, sepse as kanë karakter politik, thjesht janë teknokrat. Pra do të thotë për mendimin tim, e gjithë kjo situatë që është në aspektin e arrestimeve të ministrave nuk kanë lidhje fare, nuk kanë lidhje. Arrestimet bën thjesht sa për të janë statistika dhe për të ndihmuar zotin Rama të vazhdojë të jetë kryeminist dhe kryetari i Partisë Socialiste. Në rast se zoti Duman do të bëhet kryetari i Partisë Socialiste dhe deputet i Partisë Socialiste, sigurisht që dikush brenda SPAK-ut do të bëjë arrestimin e zotit Dumani sepse pretendon të bëhet kryetari i Partisë Socialiste.